بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa ata që janë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë ato që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë rrot parë të përshëndes me përshëndetje në banorët e xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeru Allah subhanahu wa ta'ala, agjerimit në e këtë pranu, gjunat në e këtë falë, në këtë liru për zjarë në gjahenemit neve, prindrit tonë dhe gjithë muslimanët. Të ndëruar vëllezër dhe motra, tema e sonshit inshallah ta'ala është një temë për temave që duhet ta kem parasysh se cili prej neve dhe të kemi kujdes gjatë muajit Ramazanit rreth këtyne çështjeve. Dhe të tema është disa gjëra që e paksojnë shpërblimin e agjerimit. Disa gjëra që e paksojnë shpërblimin e agjerimit. A ka mundësi që robit t'i paksohet shpërblimi i agjerimit? Po, atëre cilat janë shkaqet, sebepet që e paksojnë shpërblimin e agjerimit, për shkaqeve kryesore, dashurit e mi, është mosdia. Mosdia përballë dispozitave e rregullave të agjerimit. Se agjerimi ka rregulla, ka dispozita, ka gjëra të lejuara, ka gjëra të ndaluara, ka gjëra që janë të preferuara, që janë sunnet. E këto duhet me i ditë robi për mos me ranë to, për me qenë agjerimi sa ma i plotë dhe sa ma produktiv. Ne sonte inshallah ta'ala nuk do të flasim për gjërat që e prishin agjerimin, apo gjërat që janë prej sunnetit agjerimit, po ne kemi përmend disa gjëra që e dobësojnë agjerimin. Këto nuk e prishin agjerimin, agjerimi nuk prishet me këto punë, po dobësohet shpërblimi. E varësisht pi punës, ajo ndikon në agjerim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith vërtet që tha shkaku kryesor i dobësimit të agjerimit është mosnjohja e fesë. Ata pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Men yuridillahu khairan yufaqihu fi din." Kur Allahu ja don të mirën robit, çka ja mundëson me pas kuptim fe, me njoft fen, me njoft dispozitat e fesë, me njoft ato. Atëra që i bie, çka i bie, kështu që ai i cili nuk përpiqet me njoft fen, nuk përpiqet me mësu fen, këtij njeri Zoti s'është ja dash të mirën. Këto me marrë me analizun qetësi, kjo është shumë e madhe. Është shumë e madhe se Allah te bareka wa taala në këtë dynja e kalon, nuk ka në dynja, nuk ka diçka me thonë, valla unë askëndeja sa nej, jo. Në dinin e Zotit ka ja ki më konë punë të mira, janë punë të këqija. Për më konë punë të mira, duesh me i njoft punë të mira, duesh me adit vlerën punëve të mira për mi bo. Për me ranë punë të këqija, njeri bjen punë të këqija si shkak e mos njohjes të pasojave punëve të këqija, apo si shkak i gafletit, shpërkujdesjes robit. Për atë arsye, kuptimi i fesë apo të kuptuarit në fe ka rëndësi të madhe.
Ka rëndësi të madhe, edhe Zotin kur robi e arrin shkallën e kuptimit fesë, arrin me pas dije rreth fesë, arrin me i ditë dispozitat veçare, atëherë ibadeti i tij është produktiv. Edhe atëherë ibadet ky njeri bën më shumë. Për atë arsye, disa xherus bin gabime, bin disa gjëra që e dobësojnë agjerimin. Një prej gjërave që e dobëson agjerimin, dashurit e mi, është gibeti. Përgojimi çka e zbe agjerimin. Përgojimi jo një për shkaqeve që e zbe agjerimin. Do thonë që se përdorim na, do të thotë në popull që përdoret fjala çka me i marrë njerëz në përgoj. Edhe më e madhe se kjo është bartja e fjalëve. Edhe kjo e zbe agjerimin. Për atë arsye, Allahu te bareke ve taala na ka porosit që ne duhet të largohemi prej këtyne veprave, prej gabimeve tjera që apo prej gjërave që e zbehin edhe agjerimin, është israfin ushqim, me tepëru ngrënje edhe në pije. Edhe kjo është për gjërave qysh tash dikush thot e qysh me pak kësaj ka se stëlen të në jo me boj badet e po njeri kur të hanë shumë qka e lyp veç e lyp me nëzon një qash që aty edhe me a i mener edhe shejtani janis dhe vjen e përkund ka pak a dhe të të bjerë flej i taravia i kjatsia i shumë mirësi tash kem me kuptu ma vonë se Allah te bareke ve taala qka na ka thonë kulu washrabu wa la tusrifu hani pini mos e teprani hani pini dhe mos e teprani innehu la yuhibbul musrifin sa i si don ata që e teprojnë për atë arsye çdo gjë që te i kalon nevojen dhe konsumimin e njeriut është tepric e qurtueshme. Çdo gjë që e te i kalon, tash varet për njerit, tash diku i mjafton pezojmë, i mjafton gjysë sa muni, tjetrit si mjafton gjysë, për i mjafton një. Se cile ka kubikazhën e vetë, më rëndësi është në vetën tonë dhe me ditë që si e të e tepru. Se ti në sytë dikuj tjetër, mund është aj tjetër me një dokë që, për shambu se ka njerëz, auton njerëz që nështë asë hanë bro me heq, a i thot që kjo ka hanë shumë panë, sa i s'hanë heq. A i të kuptu. Po më rëndësi qka është esenca është mos me tepru dashurit e mi. Pse pe përmendi këto se, ne kumë thonë dhe ligjerata tjera, prej beleve tona është se na mendojmë se Ramazani o me hungre me pi. Nuk ka Ramazani me hungre me pi. Ramazani është me i boj badet Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj, nga qëllimet e agjerimit, prej qëllimeve të agjerimit është dashurit e mi, është se ne të pastrohemi edhe në aspektin fizikusion. A di se trupi, tash edhe në aspektin e mjekësis po flas, pe barti, jo që unë e di, no jo, unë e po barti ato që ka e kom dëgju prej ekspertave të kësaj fushë, trupi ka nevoj me nxjerr ato do thot kimikalet e këqija që ka gjinde në trup, ka mikrobe në trup që kanë nevoj e ato nuk munden mu largu edhe mu asgjësu përveç se kur njeri unë dalet për ushqimit edhe për pijes. Qepe e kalzoj vesh një që ka ndëgjova për një, besoj që edhe e keni ndëgju për një doktorit të famshëm, e spjegoj ke dhimbje në kokës që është të shumica agjeruse kur nisin ditë të para. Dhe ke shumica e njerëzve rënkoj dhe po dhem kryt. Valla më ka dhim kryt ditën e pare, dytë. Dhe ke se të shumica e njerëzve dhe ke në stomakun e tëne, në barkun e tëne, dhe ke ka lloj kriba që ekzistojnë. Edhe ato ushqehen me ushqim. Kur te ndalë ushqimin, ato deri sa dhe të ngordhin, desa të sofin, ato jepin në reflektim edhe qojnë dhimbjet kokës.
Ta ki pa për njeri mbas 2-3 ditë dhe ja tash se kam problem, mos pa më dhem kryt. Ama që që pastruot, ka nevoj njeri me pastru, kër e te pranë me ushqim, se na e na, Zoti na falë, tu në që po flase, që po ndëgjane, veç kanë Zoti e kam shiru. Wallahi, veç kanë Allah e kam shiru, se në këtë zemën, karej, tu në që po flase dhe jo që po ndëgjane, shumica për neve na e te projmë në ushqim, apëtan. Na e te projmë, na bastardojmë me ushqim. E shqyqyr që Allah e kalon në Ramazanin, e Ramazanit pak na stopon, po flas na stopon para ata që me vërtet dojnë mu stopu. Sa ka dikush si të qeli iftarin, derin, sëfir, e ka barkin e bën si deve, sa pëton veç deponim, dam, veç palan, veç kom të palun to. Pastaj pe gabimeve, e kjo është problematik që vjen keq, auton kjo një pjesë e madhe agjeruzve kanë këta. Plot prej agjeruzve qojnë ditën të flejt, e natën të lujtë, sidomos stadiem të ri, kur shkojnë tash jashtrojnë letrat e lejk lapat qelave, o të nderin sëfër, apo me lujnat tjera, do thonë që këta njerëz e kalojnë ditën në gjumë, e natën lojnat kota, çka mbet shpërblimi të këta njerëz. Që ta pejgamberi a.s. që ka thonë pejgamberi a.s. ndokush prej agjerimit nuk i mbet asgjë tjetër vetëm se etje edhe lodhje. Etje dhe lodhje. Smer dhe me thonë kur gjo pish përblimeve të agjerimit. Smer. Pse se shfrytëzon me ibadet, se shfrytëzon do të thotë në adhurime. Disa e kalojnë kohën me lojna. Lunë e gjenë në Ramazanin e ka kohën e lojnave. Me shku me hargju kohën me lojnat lloj-llojshme e Ramazanit, dashurit e mi, nuk e pret kërkon, kalon. Parat Allahu thotë në Kur'an, shqeqa thotë Allahu, etha hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilejna la turja'un. Wallahi shumë më rëndësishme që të ajet me kuptu dashurit e mi. Se të për neve. Thotë Allahu, a mos menduat ju se ne ju kena kriju dhe katë. Katë veç e dalë që dynja dhe katë je, jo bre. Efe hasibtum annama khalaqnakum abatha, a mendut ju se ne ju kryjum juve katë, wa annakum ilejna la turja'un, e ju nuk do të ktheheni tek ne, kthimit e Allahu dashurit e mi. Wallahi që e din që ka mu këthy të Allahu, e din se ka me e blogari për Allah subhanahu wa ta'ala, e ai që e din që ka me dalë për Allah me e blogari, i matë mirë punë e veta në dynja këtë qotu bo. E shqyqen mirë jetën e ti si të e hargju. Për atë arsy, Allahu në një ajet tjetër thot, وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Thotë largohun, i thotë Allahu, nga ata që fenë e tyre e marin për loj dhe dëfrim. A ka njerës që e marin fenë për loj dhe dëfrim për fatë keq pasha Zotën po? Dikush e ka bo fenë loj o bo feja. Dëfrim, Allah përshkaj që aty po bo të mirë, në gjami përshkaj, jobe nuk shkotë në gjami që o ka bo të mirë. Në gjami shkotë më adhuru Allahun, në gjami vitë me iron sejtë dhe Zotit. Nuk shkotë në gjami po bo të mirë dhe në hajtë përshkaj që atje në gjami. Jo, në gjami du të marë më adhuru Allahun të bareke wa ta'ala. Edhe në fund ajetit thot Allahu, wa garrathumul hayatud dunya, dhe jeta e kësaj bote ata i ka mashtru. A disa njeri është i mashtrum për jetës të kësaj bote. A disa njeri jeton këtë botë si i mashtrum. Ne e në tu i po njerës dhe e shë një njeri që ka jetu 50 vite, 60 vite, 70 vite, kur e pyt, i thush mirë bre, gjën e parë pas besimit që e bën e pytjen, e bën namazin të, jo namazin se bën, la ilaha illallah. Namazin se bën, Kuranin se lexon, punë të mira zban. Ka don ky njeri, ku do me shku ky njeri? Ka. A kur e vet? A ki bodi ka po i kam një 2-3 shtëpia që aty, e kam në biznes, ja nis buçel ka pak, mashallah te barakallah, ani shoqër. Allahu t'i boft 10 shtëpia, edhe 10 biznese t'i boft. Ama nëse i ki 10 shtëpia, edhe hala namazin se fal, Kuranin s'din me lexu, pasha Zotin kur ç'ski.
Pasha Allahun që është një kur gjo nuk ki. A njerës që jonë sërjes që dojnë me mësu, mësojnë. Unë po du me shfrydzu rastin se nuk jom të e po dhe me mdi s'ka gojle. Qa shkom pasë rastin me një djallë të ri, këtu gjematlit gjamisë tonë, po du me përmen, për shambull për të mirë. Që ndështë ta si ambush synin në dikuj, ga i hena dhe dele dhe smerë dhe vesh jo hinë gjami. Prej fillimit të Ramazanit, sot është taravia sot, e 14 është, e 13 në s'ka bëj, apo? Jo 14 taravia, 13 dit. Për 13 dit i ka mësu shkronjat, sot në mëngjes o hinë Kurani, ja ka nisë me lezu Kuranin. Për 13 dit. Për 13 dit i ka mësu shkronjat, me mu që tu Kuran ditën e parë, tha hoxha moja, tha adon. Veç e serios mësë falë kohën, se une nuk jep këtë mundësi që të kuj, si qërësh me thonë, në Ramazan s'kom qef më marrë me këto punë. Po aqë është djali sjellshëm edhe i respektushëm, ka njeri edhe të vjen kesti kur ki kësi njerëz me i refuzu kur të kërkojnë diçka. A dënë me mësu, a me e shesha në sytë e ti që dënë me mësu, Allahve. Pasha Allahun që është një, sot ka njësë me lezu, edhe merë po atë lezu, mashallah të barëk Allah. Për 13 dit. Ama, sinqert, kërë njeri i sinqert me librin e Zotit, kërë i sinqert me Kur'anin, pasha Allahun e mësën Kur'anin me lezu. E mësën, ta shka dikush që 13 vjetë fale s'din me lezu. Fale që 30 vjetë s'din me lezu. Unë s'po flas, edhe jo që po du mi arsitu, jo, s'po du mi arsitu, po s'po du qysh mi thonë. Hajde këta që i ka mund në vjetë, ta petë thonë, o plake, truli, se ka pëse une nuk pranojmë, jenë keqa, o kush do koftaj, vallaj që qëtu krejti mboj për në bikry, ama se pranojmë e thonë nuk di me lezu Kur'an. Une për veti nuk përmendi to veç për nëzitje, për qka jo në matë mosh, po i përmendi me emna, katru shmalen e komësu i ka pas mbi 70 vjetë kër i ka mësu Kur'an me lezu. Gjallë është, 90 vjetë gati i ka. Ka qenë një tjetër në penzion sa pa dalë me Haqishyqërën, Bacën që jo këtu gjemahli që e kena. Se s'pon kujtojt Ademi ka mbjemnin. Ha? Haqi Tahiri. Jo në konë haqë me to, në 2008 në konë haqë bashkë me to. Ta du me mësu, po hajde me mësu Haqi Tahira, du me mësu. 65 vjeqare ka mësu Kur'an me lezu. I gjali rritat s'me me lezu. Me ja, s'pa danë, thuj s'pa du hoqë. E kur thush po të unë e pranoj, vallaj ta fali. Unë e ta fali, se të Zoti ta fali, as ta fali s'di. Ama përballë meje, unë e qëmajtë sinqerti kur të zdu. Se s'ka mundësi, Allah thotë, wala kad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr, e kena bët letë Kur'anin. Edhe vallaj, sa di thash një vllau të bo muhabet me ta. Pasha Allah unë e kom përmend rastin që e kom dëgju për gjyshit tem, rahmetullah alej. Thaj ke kur shkëshim me mësu të Farifendia, ka qenë një hoqë për hoxhallarëve të mdhaj në Gjakov, thot shkëshim kom, la ilaha illallah. Kur mbrishim thot në Babaloq i sot që të kosht, ka qenë thot punkti italianve, u duke mës me i roka punkti, se në ndalëshim, u duke me hi thot me kalu ka ndej, me hi do më thonë, një pjesë në oj thot derin bel, dimrit, me shku, një natë me qëndru, te hoxha i ndëru ma tje në Gjakov, sa kam mujtë njerit, ashtë mundesh me paramendu për një natë sa mundet me mësu, me ledzu se vesh një liber e ka pas aj që kanë mësu pejtik, sa ka mësu edhe është këthy. Sot Allah në ka begatu, feja nuk lidhet as me Ernesin, as me Hasanin, as me Hysenin. Ama sot gjemati nuk mundet me thonë se nuk ka hoxhallar që dojnë me mësu, ndash me ta mësu Kur'anin, ndash me ta mësu tefsirin e Kur'anit, qka dush me mësu. Edhe qka? Jo në të rifar ambjente, në ambjente në zetë, pasha Allahun, shpesh herë, nuk po thëmë që është gjamia jonë, se këta e bëni jo une. Falë Allahut, pastaj kontributit juj, na i kena këto kushteve shpesh herë në gjami, është më në zetë se në shpesh herë në shpijat tona. Në gjamia qëndërore është apëton. Në zetë, mirë, vjen, mëson, kur kush të lyp logari, kur gjos ki me shpenzu, edhe e shojmë që apet i shojmë njerës që jonë dembela, vjen, eshe ligjeratën, tu mbaj ligjerata, papi këmbare, papi këftyre, qohët del, unë s'po flasë për ata që kanë punë, qohët shkanë punë dhe vetë, a thushti kuj hoxha, o tanë hajti, le o hoxhë, qështu pe thash hoxhës, kur hoxha tu mbaj ders, edhe ti së rinë dersin e hoxhës,
Ti e ka i thush hoqës, le o hoqë, le. Tash unë vjen këtë që jepi këtë vrejtje se disa vëjtojnë për kafe edhe për 3 leqe kena jarona, sun pim kafe e 3 leqe sa kena. Amon atat kafeve si kom jarona. Që ata dhe një pyti e kishë ndëgju dikush në live këta pej hoxalarve, tha e kishë thonë një natë prej natëve, unë s'kom studenta, s'kom nëzansa. Kishë thonë veç të veçit, po thash s'kom rajt, s'kom, jo s'kom, unë kom plot që i prezentojnë ligjeratë, dhe Allah është përblevë dhe të gjithë. Ama unë atyne që i prezentojnë ligjeratat mija, nuk ja jep drejten me i transmitu fjallët e mija, po, me i transmitu fjallët qyshion, ama me jep dispozita fetare asë një unë të heq. Me kalzua haram o halal, e me lujt hoxhen, asë një heq. Pse? Se kjo amanet e dashurit e mi. Pastaj, apet po thëmë, po nërlidhna me fillimin që ata që erdhen me vonesë se ndëgjun për edhe njerët po thëmë, hadithi pejgamberit a.s. thot, me yuridillahu bihi khajran, kur Allah ja dënë robit khajrin, ja mundëson me kuptu fen, që i bjen aj i cili nuk ka interesim për me kuptu fen, Allah së shtu ja dosht khajrin ati. Ta shtu ja dënë me ndajt ligjerota, as dënë me ndajt ligjerota për vetë e ki. Ama dije se nëse në një gjami për gjamive, qytetit tëndë, fshatit tëndë, o spjegu një mesele që qatë mesele ti ki gabu, problem ti me pas kur del për Allahut. Se na kena marrë fin, edhe njerë për lezaj ajetin, që sot Allahu, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Lej ata tha, largoh për atyne që e kanë marrë fin loj e kanë marrë fin. Loj e mërë fin, Allah i dashëm apëtan. Akoma mbare një njeri mu fal, shumë vite mu fal, mos me dit me lezu fjallën e Zotit. I din kret dërsh një loqet e dynjas, kret i din. Kret me qaka me dynja i din e utan. Kret i din. Fjallën e Zotit se kam su me lezu. A gjushet tona, pasha Allahun, parën pun që e kanë bo, si e kanë njës me marrë është parën pun një shkun me i tepe dhe mësu me lezu fjallën e Allah subhanahu wa ta'ala. A mbarë është pasha zohën po. Pa bani halal, pasha Allahun, kajtë të fjallë që i thash, pe loqë zemrës jem të i thonë pe i dashnin që ja du. Unë po kam qefti që kur thush Bismillahirrahmanirrahim, veç kur thush Bismillahirrahmanirrahim të e lezu Kur'anin i merë 190 savab. Vesh me janë, vesh me thonë Bismillahirrahmanirrahim, i ki 190 sevape. Po kur ai që e lexon Kur'anin për fillimit deri në fund, sa sevape i ka? Me miliona sevape. Po ai që e lexon 2 herë Kur'anin, ai që e lexon 3 herë, 4 herë, 5 herë, 15, 30, oho. Çështu do të me kuptu Kur'anin dashur të mi. Wallahi, pasha Allahun e kish qit një vëlla musliman në tokat arabe atje, gjithsesht në Arabinë Saudite, dhe një gjami për gjamive, ndëgjaj u dashur jam. Një gjami për gjamive në Saudi atje, e kish qit një gjematli e kishit i cili ish prej Pakistanit, edhe kish marë mushafin e kish qel edhe veç bëjke me dorë qështu, edhe këpe vetë për i thot tha që e të bo, tha unë Kur'an s'di me lezu. Ama po vjen bare pe i Zotit në Ramazan, mos me pas Zotit me Kur'an në dorë, tha e pe i leviz e gishtat edhe di që Zotit jam është bujarë dhe tu i leviz gishtat se vop mjep. A përshevat dashurit e mi, dikush, unë e mi bindum që betonan Zotin, pasha Allahun se njët njerëzi po betonan Allahun, një njeri që ka që si dashurie me gesht me leviz, me pos dikon ngat, po ai ndoshta s'ka pos fatin, me pos dikon ngat, mi jam su Kur'anin se mëson vallahi billahi po. Para të arsye dashurit e mi, pasha Allahun, në ditën e kiametit,
kam i kap krejt njerëz të keqardhja. Krejt kanë mi kap për qardhja. Edhe ulemat kër e kanë diskutu këtë pjesë, kanë thonë, po pse krejt njerëz mi kap keqardhja? Kanë thonë, për të këqit, pedim, se e shohin gjehenemin, e din që jon dhe për të këqi, e din që kanë më bo banor gjehenemit, çfarë që ata pedim që i kap keqardhja. Po kanë thonë, pse të mirët me ndi keqardhja? Thot të mirët kanë me ndi keqardhja, thot se e shohin vepra e mirë, ku po donë me i që vepra e mirë, edhe ku e ka vendin vepra e mirë, atër e ndin keqardhja, pse s'kanë bo në botë, në dynja kur kanë qenë, pse s'kanë bo vepra të mirë edhe ma shumë. E ty që Allahu ta ka mundësu me hinë Ramazan, mero i dashur jam, mere Kur'anin, mere Kur'anin, lexoj Kur'anin. Nëse edhe në Ramazan nuk je afër Kur'anit, nuk di kur ki më konë afër Kur'anit. Për gjërave që agjerust edhe këto e bojnë, edhe ju ikë në shpërblim i madh, edhe ju pakson agjerimin. Kuptojnë i mirë, të së tash kur të me thonë që ako me thonë, mund të dikush me dalë me thonë pse mos është ajo nuk është obligim. Kuptojnë i mirë fjallët, edhe kime e kuptu këtë shka për e thonë. Pe i gjërave që e pakson agjerimin, e pakson shpërblimin e agjerimit, është ikja prej namazit taravis. Qysh e pakson? Se dikush mund të me thonë, o hoq, agjerim, falja e taravis, është farza? Jo, besë është farz. është sünnet. E qysh paksot i dashur jam. Wallahi nuk jonë të barabart. Pasha Allah nuk jonë të barabart ata që jonë falë 30 natë taravi. Jonë hi me imam. E jonë dalë me imam, se a i treti që jonë falë 30 natë bas 8 rekate vë dalë. Pasha Allah si jonë të barabart. Si jonë. Nuk mundet më koni barabart një njeri i cili është falë 1 orë gjys e tjetër e falë 20 minuta. Nuk mundet. Unë pse pe e përmendi këto, unë e kom një video që ka shku gati 2 milion klikime i ka marë në përrjetet sociale, është përdo puna e 8 rekateve kur kon folë vitin e kalum, nuk kon folë si vetë, vitin e kalum. Edhe disë do vlazën me shkrua, po qa me të bëhën e ty që ti e ignorant, po qa ko me të bëhën e ty që ti e ignorant. Nuk kanë ignorancë më të madhe njeri se me ndëgju fjallën e pejgamberit a.s. edhe mos më janë ndu veshin fjallës pejgamberit a.s. Pejgamberi a.s. po thot, ai i cili hin me imamin, e nis namazin me imamin e nis, edhe përfundon namazin me imamin, i llogaritës si mu falë këtë natën. Ti që del në bas 8 rekateve, që unë jam i bindum që një numër i madh i juve, vallaj se në të e di që ka e një të bo. Veç 2 veta mjafton më qunë kom, me dalë atë këtë tani, vallaj dashun, 14 taravi, gjysa Ramazanit shkaj, gjysa Ramazanit ka shku. A di qka si e ka bën sabër ti? Veç gjysë orës për bën sabër. Edhe gjysë orës e të bën sabër. Edhe pe e len ton këtë sevap të madhë. Leja to që ka kalu. Ti a përshe neglizimin e taravis. Edhe sa minuta. Edhe 3 minuta nëse s'ka bëja zone. Edhe 3 minuta. Elhamdulillah, ju gjamia mira për të shë. Ama nuk kjo e kënaqme. Shure ka njës me ro gjemati. Natë të para, 4 safa jënë konë jashtë. A thu valë, ku jënë ata njërës tash? Ku jënë ata njërës tjetë? Ku? Dhe të thotë mos falja e taravive, dashurit e mi, ta pakson shpërblimin e agjerimit. Para dashurit e mi, unë nuk du me zxatë ma shumë, se sonë të ma shumë t'inglej si lej kritike. Wallahi billahi, po më vjen zarkull për i trajtoj që to tema.
Se unë nuk jam dalë të me kritiku dikon, po unë e kom obligim fetar e moral, kur e shet dikon të gabu, du të me thonë e ka gaban o i dashur jam. Allah i dashum, a din, kush e din matematikën mirë, veç e din matematikën mirë, se një herë, tani u kalzej meselën, jes pe u kalzej. Këtat vjetit kush është e din, kur është shku devja pas magarit. është një farë mesele, kur t'i vje rendit e të kalzoj, se njëherë veta që shtu, kur e din matematikën mirë, po më intereson një logarit shpejt. Një njeri që i falë veç 8 recate, veç 8 i falë, edhe i len ka 12 recate, 12 recate, për 30 natë sa i kalon? 300 e? Sa? 360. 360 recate është minus. 360 recate. 360 herë 4. Hajde matematika. 1440 sejdë mungi. 1440 sejdë mungi. Po mena pa thonë neve që në fund Ramazanit kimi i marë 1440 euro. A i kishim loqë atona. O Zot në mshira, o Zot në falë, o Zot në drejta. E Allahu përmes gjuhës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka kallëzu se robi mas afërt i Allahut është kur ajo shka, kur wa huwa sajid, kur në sejdë. Që shka i bjen kjo? Ai që largohet për sejdës, o ka largohet për kuj? Prej Allahut. Tash tjetra mbetën ndërgjegjen e juj për mu sonte, bilëm në apëshinë që mu ka shtetë zoni, se të gjitha natë të jebë zarja ka nisë mu shtetë zoni, për mu mbas farzit, pasha Allahun gajle se kema të pun, pesha u bëjmë në një tjetët, selam aleikum, u pafshim sabah, për mu mos kujton dikush që më du të është me ndalë me zarë këtu. Se unë elhamdulillah, i kom do bura që të që më kanë betë, i kom do me tau, wallahi billahi, dejnë sabah me javë zgatë më rinë bas kaptan. Edhe Allah është përbleft, edhe po du me i falenderu krejt ata që porin, po edhe ata që s'porin. Allah është përbleft, edhe juve, se s'kem diqka me ju, po më dhimeni. Wallahi po më dhimeni se rruga me të parin, kur të mdele njejta, ndejtet e së ndejtet shumë e ndejtet pak, i falet 8 e i falet 10, mu rruga mdel njejt, a mëne po kom qef ty, me dal hesapi para Zotit, mirë me dal se vapi ma shumë, se ti që nuk i fal, nuk hin me imam, edhe nuk del me imam, nuk e ki të natën të fal, e të natën me u logarit, me të iko shumë e madhë, është apëton. Allahu në e përmisov gjendjen ton, e ma bani halal për ju kërkoj falje edhe një herë për kritikat, apo për këto që ka i përmenda, ju shhidullah, Zotin e kom dëshmitar, se vallahi pse ja u du të mirën për i tholi këto fjallë, për i loqke zemrës ja u kom thonë, kështu që nëse dikush mu ka hatru, ma bën halal, unë edhe e kërkoj halal, nuk në vjen mbare, ama dije se një dit kanë mu të kujtu që të fjallët e mija që ka unë jam të ti thonë, e lusë Allah të me nabo për të sinqerve, me nabo për i vej për mirëve, me nabo për aty në që urnojnë të mirë dhe ndalin për të keqës, wa akhiru da'wan, alhamdulillah, rabbil alamin.